Ajo që do të doja unë tisha në gjendje të boja, edhe që do të roj çdo njeri tisha në gjendje të bënte, është kur kemi ide e mendimet kundërta me ato që komunikojmë. Nëse arrim dot ta respektojmë pa e pranu mendimin dhe opinionin e tjetrit, pa e pranu, po ta respektojmë. Edhe kjo do të na bën të neve më afër të qenit njeri, edhe të largimit nga beshëria për nga vim, nga kafshët. Por është tepër e vështirë, të gjithë na kemi të vështirë. Por në qoftë se do ta mendoni na herë sa më gjogën, unë po ju jap juve një mendim që se kam thënë unë, por e kam thënë të tjerë para nesh, para meje, edhe që duhet t'ja kujtojmë njëri tjetrit. Ajo është, vëllezër e motra, që kur ti bën debat me njëri që nuk është dakord me ty, edhe kërkon ti mushësh mendjen me çdo kusht, dhe nuk e mosh edhe bëhesh armik me ta. Çdo kush në vetvete ka të drejtën e opinionit vet. Nuk po të them unë ty që më dëgjon që ti ke të drejtë dhe jo ai, por secili ka të drejtë në opinionin e vet. Edhe është një lloj. Po të vesh dy kavanoz, më falni për shprehjen. Vej aty në natyrë dy kavanoz, një kavanoz në verë, kur ka çdo gjë është jashtë, çdo insekt. Më falni për shprehjen, po dhe një kavanoz me mjalt, edhe një kavanoz me mut, vej të dy aty. Edhe bletët do të shkojnë te mjalti. Mizët, insektet, ato boborrecët e këqij që janë atë nëpër tokë do të shkojnë tek muti. Edhe merret i bletën dhe mizën edhe vejnë debat me njëri tjetrin. Kush ka të drejtë? Askush nuk do t'ja mush dot menjen tjetrit. Por në thelb secili ka të drejtë. Ashtu është gatu për atë që mbron. Prandaj kur e shikon që lufta është e kot, debati është e kot, ti mushesh menjen dikujt që të mendoj se ti, së të pranoj opinionin tat, kujta diçka. Bleta, kur zot jetë një gjendje t'ja mush mendjen mizëve, që është më mirë mjalti, e të shkosh të kavanozi mjalti se sa i mutit. Më falni për shprehjen, sa mi gjoka, ju përshëndet.